Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Komunë dhe Jeta në Kosovë. Me 4 dhjetor u mbajtën zgjedhjet në Drenas, edhe këto ishin rezultatet e kandidatëve që kandiduan për këto zgjedhje. Ramiz Ladrovci nga PDK-ja i mori 45,34%, Isa Gjemajlaj nga Nisma i mori 26,19%, Gjavi Drenori, kandidati pavarur, duli treti me 12,62%, Elmi Thaçi nga OKR-ja 7,62%, Bedri Nika nga LDK-ja i mori 5,34%, Vebi Berisha nga Fjala 2,72%, Naim Baza, kandidati pavarur, i mori 0,13%, edhe Rahim Elshani, kandidati pavarur, edhe ky i mori 0,04%. Të dy këta të fundit u tërheqën masi që i kishin qu emnat si kandidat në KQZ. Sidoqoftë, këto rezultate nënkuptojnë që në Drenas ka me pas balotazh këtë diele. Për këtë arsye, ne i kemi ftu në studio kandidatët që shkojnë në balotazh dhe ata janë Ekselenca e ti, Ramiz Ladrovci, kandidati i PDK-s, mirë se keni ardhur. Mirë se kemi gjithë. Edhe Isa Gjemajlaj nga Nisma për Kosovën. Mirë se keni ardhur. Mirë se u gjithë. Për me e fillu debatin me kam të marë, me shpresë natyrisht që do të kemi debat dinjitoz edhe të respektueshëm edhe për qytetarët e Drenasit edhe për gjithë shikuesit tonë, mas pari me kam të marë, po e fillojmë me gratë e kandidatëve të cilët i kemi pyet se duhet me ja u votu burat. Të shohim çka kanë thënë, po nisim me të shoqën e zotni Ramiz Ladrovci të Ekselencës së tij. Unë jam Shemsie Istugu Ladrovci, jam bashkëshortja e Ramiz Ladrovcit. Jemi njoftu kur kemi qenë student, kemi qenë bashkëveprimtar të çështjes kombëtare atëherë. Na jemi martu në vitin 1990, Drenasit sot i mungon që nga infrastruktura e më tutje është një papunësi shumë e madhe, njerëzit janë paksa të zhgënjym. Ramizi qysh i ri, si adoleshent, duke qenë vllai Fehmi Ladrovcit, familje që është punu, është vepru, Ramizi ka qenë pjesë e ilegales. Ramizi ka premtu që 50% e drejtorive do të udhhiqen nga gratë. Nuk janë paret, kur në jetë s'kanë qenë paret, as nuk janë qëllimi Ramizit. Jo, na kemi një jetë mesatare, nuk mund të them as të ult, as të lartë, një jetë mesatare si gjithë qytetarët e Kosovës. Pas luftës kemi pas ndihmat më dhanë nga shokët e Fehmiut dhe të Ramizit. Dhe mendimin e tyre kemi arrit me ba shpinë, na kemi 3 makina, e kemi Golf 6 që vozit Kosovar, jashtë i vajzës, se jemi 6 antar, të gjithë jemi shofer, të gjithë jemi të rritur. Kemi një Mercedes S-Klas, është 2003, dhe s'fundmi e kemi një Audi A6, herën e fundit kemi qenë në Turqi. Kur kemi mysafir, kemi shok, kemi të ftuar Ramizin më ndihmon, edhe në bërjen e kafeve. Nuk ka shef të shpiton. Dhurata e fundit është parfum, që unë parfumat gjithmonë i kom pas dhurat prej Ramizit, se asnjëherë si kom bli vetë.
Faleminderit zoni Zlladrovci si na priti në shpinë e vet, e tash të shohim si na ka prit zona Xhemolaj në shpinë e saj. Unë qohëm Vahide Xhemolaj, jam nana një vajze, jam e shoqja e Is Xhemolajt. Jena martu me mëset, kur nuk i përzina, qka dojnë punën, po edhe bën laf me mu, qëtu qështu. A ju ka vetë juve kur ka vendos me u kandidu për kryetare, ka po dert me ju? Jo. Pse? Pse këj mendimet e veta i ka. Pa nëse se vetë drunë, që shka me ingu popullin dhe? Ja, jo, me popull mirë dhe me gru mirë shumë, para lufte ka punu në Arsen. Gjatë lufte, so ka në që kë, tash mas luften të me kë, tash ministri, tash ka kandidu për kryetare. Jo, për pare nuk hen këne për gara as heq, veç minimu popullit, kandidati nuk aton, smeret me tu heq. Kafe, kush i qenë në shpi? Unë e kafet i qes. As qohet na e me qitë kafe? Ja, jo, nuk qet, nuk e la kafe me pregadit. Kush është shefi në shpi? Shefi nisën e kam shef. Jena një pasat. Jena në fundit që na shku në dërës. Dhurata fundit është një bygjeteri. Për tonë e dinë se për isën sekret ju ka ndihmu Isa. Me këshive, me krejt. Ma nërmenja si për isën janë dëbinde. So drejtoresha femra duhet me pas komunë? Duhet me pas. Përgjësi duhet me pas edhe femna, komuna Drenasit. Faleminderit për krasve të kandidatëve cilat që një muj e më shumë janë të i përkra kandidatët edhe të i po pak në shpi, por shpresojmë që të djelen do t'i shohim ma shumë burat e tyre në shpi, sepse do të kryhen zgjedhjet. E tash, po ju jap ka 2 minuta jo grove po burave, të këshyrim që kanë me thonë ata. Zëtin Ladrovci, mas pari për jush, po nisim qka po premtoni. 2 minutat e par e kemi të përgjithshme, qka premtoni që ka me ndodhë në 10 mujtë e arshëm përsa keni kohë me e udhëheq komunën këtë mandat? Faleminderit Jeta, spare unë jam i detyru me i përshëndet edhe me i përgëzu gjithë qytetarët e Drenasit për një qytetari të tregum në këto zgjedhje cilat i kanë dhënë shembull jo vetëm komuna Prishtinës, por gjitha komunave të shteteve të rajonit. Unë i premtoj Drenasit përveç tyne investimeve kapitale që i ka të parapome për kokë banori që janë mbi 3.850.000 euro, i premtoj që do t'ja sillin nga buxheti qendror edhe 9 milion investime kapitale. Këto investime kanë me shku në infrastrukturë, rrugë, asfaltime, kanalizime të ujna zeza, ujë, rregullimin e parkut industrial, për shkolla, për shëndetësi, e tjera. Këto janë që unë premtimet që i jepi edhe i realizoj. Prandaj do të shihnin në miratimin e buxhetit, në leximin e parë dhe dytin, sepse në komision kanë kalu këto projekte, do të aprovohen të gjitha këto projekte që ne i kemi kërku, këto investime kapitale do të vinë në komunën e Drenasit. Përveç këtyne, unë do të sjell edhe investime tjera, investime të kapitalit huj, po edhe vendor në Drenas, i cili do të shërben për qytetarin dhe do të zbusim papunësin në Drenas. Unë i kumë premtu Drenasit që gjitha marrëveshjet që do të lidhim me investitorët e huj kanë me qenë kryesisht vetëm për punësimin e 3-3-jave. Kom ja lecu gjitha kushtet e mundshme, gjitha mundësit që ata me u vendos në Drenas, me prodhu në Drenas, dhe me i punësu djemët dhe vojzat që janë ashtë numër i madhë në komunën tonë të cilet janë papunësum. Pra janë premtime reale, premtime të arritshme dhe unë e kom një listë para vetit, a kom nisë edhe sot me telefon, ku ne tregojmë se cilat janë investimet shtesë kapitale për Drenasin. Faleminderit, këto ishin 2 minutat e parë. Zoti Xhemolaj, ju çka po premtonin këto 10 muaj të arshëm? Për 10 muaj të arshëm që kanë mbetur, dihet se tani që
plan projekti gjithsesht buxheti për vitin 2017 veç është miratuar nga Asambleja Komunale dhe detyrimisht obligon që të hymë ose të rrim brenda kornizave të atij të atyre projekteve të cilat janë miratuar mirë, po ato që deri tani nuk janë bërë dhe që duhet bërë për këto 10 muaj është barazia dhe respektimi i ligjit që detyrimisht duhet tani tutit bëhet, realizimi i gjitha këtyre projekteve me kohë sipas planit pa devijim dhe në cilësi e duhur, gjithsesi në bazë të specifikacionit cilat do t'i bëjnë vetë kontraktorët për secilin projekt veç e veç. Është thithja investitorë, gjithsesi komunikimi me investitorët dhe sjellja e investitorëve të huaj sepse janë vetmi që mund të arrisin numrin të punësuarve në drenas, pritja mirë dhe angazhimi rreth tyre për hapjen e vendeve të lira, për hapjen e vendeve të punës, sepse Drenosi është një ndër vendet që ka më së paku të punësuar si rezultati i mungesës të investimeve në këtë komunë. Pastaj është përmirësimi i gjendjes në shëndetësi, hapja dhe aktivizimi atyre ambulantave të cilat janë si objekte, por nuk kanë mjek. Hapja gjithsesht në ambulanta në Komaran, funksionimi i saj për 24 orë, sepse punon vetëm në orarin ditor nga ora 8 deri në 4. Përmirësimi i gjendjes në arsim, sepse edhe aty deri tani e vërtet që edhe vetë pisa e nxorë që kemi një gjendje në tërë Kosovën, po në kuadër saj edhe në arsim në komunën e Drenosit do të ndërmirën mosat që të përmirësohet cilësia e arsimit në Drenas. Para se të shkojmë të pyetje që i kam përgadit për 2 kandidatët, po du me nda me ju shikus dhonat, një dhon ma interesante që e kemi marë, prej 40 vullnetarve të kallëzohet që i kanë monitoru zgjedhjet me 40 orë edhe që prap këtë djele kanë me shku me monitoru zgjedhje në Drenas. Ajo që ka në duke interesant është që kemi gjetë dikur 700 flet votime që jënë prish prej vet votuzve. Çka do me thonë? Kjo prishja flet votimeve është kur votusi shkon edhe i mle fosun. Me krejt kandidat vendos me prish flet votimin edhe kemi gjetë që shkrujnë madje dhe fjalë fyse. Nuk po du më marrë me këto fjalë, po du me u kthy te statistika tjetër që dëshmon një ngopje me gjithë kandidatët, edhe rramje e dëshires me votu. Është interesant, prej grafikës së parë shohim se si kam votu, si është dallimi prej votave në PDK në 2013 në 2016, njëjtë ka rramje dhe tenisma, po këto janë dhonat sa i përket PDK-s, rramja e votimeve gjithashtu për 2013 në 2016, gjithashtu ka edhe te kandidati i nismës. Kjo është interesante që votusi në Drenas ka qenë, ka pas ma pak votusi edhe për nisme edhe për PDK. Natyrisht ndryshon statistika për njësë partin tjetërën, po une që ka po du është ka 1 minut me ju dhonë juve me më kallëzu qysh po e analizoni jo qëtë ngopje që një farë mënyre ramje e votusit në partinë e juj për 2013 dhe 2016, për të dyja partit. Urdhëni ekscelenca juj. Zonja Jeta, kur më këni thirë në debat, unë ju këmë thonë që nuk po mëj me arë, sepse këmë po që qytetari po priton me dalë në zgjedhje dhe këto zgjedhje janë të jashtëzakonshme, pra pas një procesit të dënimit kryetarit në gjatë Demoku. Prandaj unë e këmë kontaktu çdo qytetar me bind me dalë në zgjedhje, sepse është edhe detyrim kushtetues. Prandaj, unë edhe nuk këmë mujtë me u bashkangjit debatet gjuja, sepse unë këmë dash me punu vetëm me qytetarin. Qytetari është i mërzitur me këto zgjedhje, janë zgjedhje jo drejta, jo demokratike, sepse janë denu njerëzit për diçka që nuk e kanë bo asnjëherë. Prandaj, puna jem ka qenë me bind qytetarin dhe tash kini me po që qytetari ka me dalë në zgjedhje të 18 vjetori. Ani, veç a kina i përgjigje pse Demoku i ka pas 14 vota, ju i keni 9.000 në Drenas. Për afërsisht. Unë thash që nuk ka dalë qytetari me votu. Kejtë është aty?
Po pra, puna e po gjykimit. pra. S'ka kurrë tjetër. Po edhe ndoshta edhe pak të mos puna, sigurisht ka qenë edhe një mesazh, një vrejtje ndaj Partisë Demokratike, që në rast se nuk punoni, ne edhe dim mos me dalë në zgjedhje. Pe pranon që është edhe çajo. Po kum pranu unë edhe para qytetarëve, nuk është gjë që se pranoj, do me thonë, nuk është se ata shkojnë dikun tjetër, por nuk dalin me votu sepse është mesazh për punë më të mirë. Mirë, interesant. Zëni Gjemala, jo, që shpe analizoni ju ramjen e nismës në votime gjithashtu? Edhe ramja, edhe nisme, aja po menaj që kolegove që tha disa nga arsyet. Gjykimi o një, e dyta? Menaj që nuk ka pas asë njëherë 8 kandidat, konkretisht 6 kandidat që është shpërndal vota. Edhe kjo ju ka kushtu tana. So kandidat kemë 2013, për kujtëm kur i murë prapë se prapë kandidati njësës ma shumë. 3 ose 4 kanë që, nuk jam shumë i sigur, po menoj që numri i madh i kandidatëve ben edhe shpërndarjen e votave. Është e vërtetë që edhe ne nuk jemi mujt gjithashtu ndoshta me kontaktu votuesit, të gjitha kandidatët nuk kanë mujt me kontaktu votuesin dhe me bind ato që të dalë në zgjedhje, mund të jetë një arsye. Zemala, mu s'po duhet dhe ma konkret. Ka dal 700 veta, kanë dal, me vetë dëshirë, kanë thonë, njoni bile ma përpara Barcelonën e votoj se Juve. Është interesant, 700 veta jonë që prej shpis, nejse, për asë njoni, ka thonë veç e kanë prish. Qështë arsyton, nuk është arsytim, unë e për i kuptoj nëse janë mlefosën, kishin najtë shpet. Mendoj që kjo përzgjidhje është dashur që më herët ti njoftoj qytetarët. Ju e dini që këto janë zgjedhje të jashtëzakonshme dhe qytetari nuk kanë folë, nuk është bërë se bën një farë reklame para zgjedhjeve pse duhet me dalë, me tregu që është obligim kombëtar, që është kjo, që është ajo dhe nuk i kanë tregu. Menoj që ka qenë një afat shumë i shkurtë dhe duhet postur parasysh që nuk janë zgjedhje të rregullta, janë zgjedhje të jashtëzakonshme me një afat të limituar që janë dhe në fund fundit s'kena mujt na me bind si kandidat, eventualisht si parti për me qitë zgjedhje. Menoj që këtu kanë qenë ato arsye, numri i kandidatëve nuk jemi mund na me bind dhe për shkak Faleminderit, që kjo është koha zoti Xhemalaj, po e filloj pyetjen e ardhshme prej juve. Shkum janë balotazh, në kupton që keni hinë koalicione, keni fillu koalicionet me njëherë mas 4 dhjetorit, mas i ka ndarë rezultatit. Mu më duk interesant që kur e patëm debatin e parë, edhe Xhavid Drenori ishte në panel bashkë me ju, hezitoj nuk diti me thonë kur gjë të mirë për ju, kur i pyta a ki diçka për kundër kandidat, e kënej me njëherë ka hinë koalicion. Qushe binde? Për njëherë me hinë koalicion me ju, e kënej s'pat kur gjë pozitive me thonë për ju. Ma të drejt nuk kam marrë në informose për me bind as Xhavidin, edhe as ata tjerë, po zakonisht... Qysh hinë këta në koalicion? Pse hinë me juve? Kallëzomni? Po, tu janë 2 grupe. Grupi që e dënë ndryshimin, që ka qenë i rreshtum dhe ban 1% për i 55%, dhe grupi tjetër që dënë me e vazhdu me të njëjtën qeverisje. Na kemi qenë për ndryshim edhe une, edhe Drenori, edhe Thoqi, edhe ta kandidat tjerë. A ban veç me na përkujtu, me kon jeni në koalicion? Jeni me Akërën? Me Akërën. Drenorin, kandidati pavarur? Me Drenorin kemi mbështetje. Faktikisht nga ka ofru mbështetje. Vazhdojmë? Edhe kemi... LDK-n që keni punt? Me LDK-n nuk kemi në i marrëveshje, jemi vetëm me Akërën. A ko në i marrëveshje jo formale? Jo, nuk kemi diqka. Nuk kemi diqka. Këja s'ka qenë kandidat? Shkrume me ta, asgjë. Edhe kemi një mbështetje të partisë Fjolla. Tu e janë ato që i kemë bon më njëre pas... Faleminderit. Pyetja e njëjtë, lidhur me koalicionit, ekscelenca juaj, zëni Ladrovci, me ken jeni ju në koalicion, formal dhe jo formal? Unë jam koalicion vetëm me qytetarin e Drenasit jeta, nuk jam me koalicion me asë kanë tjetër, vetëm me qytetarin e Drenasit. Që ata që s'kan dalë me votu, a që ata që kanë dalë? Ata që kanë dalë, edhe ata që s'kan dalë, edhe ata që kanë gabu në votim, se më kanë orë, më kanë thonë që kemi gabu... Kone kanë votu nëse pas kanë gabu? Kone kanë votu dhe tash do t'ju votojmë juve. Pra, unë jëmë në koalicion vetëm me qytetarin, sepse nuk baj pazare në korriz të qytetarit. Këta nuk kanë mbështetje, po kanë nënshkru marrëveshje. Ti e din kur nënshkruhet, nuk kom mbështetje, po është marrëveshje. Ka njëherë është në koalicion me Aliancën për Armërinë e Kosovës, se këmë thonë edhe dje, do të mju falenderu atyne se i kanë pos aktivista shumë aktiv, dhe ata ja kanë pru këtë vota, se nuk kishme i marrë as 2000 vota,
dhe ka koalicion me Xhavid Drenorin, me fjallën... Mirë dhe ju vetë keni qenë në aliancë, ju e dini... Po sigurisht, po... Me siguri i dini këtu sene. Po sigurisht. Po thu që s'bën pazare, po që ka u bo me najmë bazën e Rahim Alshojnë, as bën e pazar me ta? Unë s'kum bo asni pazar, asni bised, asni pazar. Najmë baza ka dasht me rujt unitetin mrena Partisë Demokratike dhe me vetë dëshirë është të rije. E qysh me vetë dëshirë dul një kandidat me vetë dëshirë të herë, ku ka gabuaj? Po tash njeriu, ndoshta ka prit që të rjesna ona, apo dikush i partisë, dhe me thonë, dhe ai e ka bon me vetë dëshirë, e ka deklaru dhe vetë me vetë dëshirë. E ky Rahimi? Naim Baza është kryesues i Asamblesë Parlamentare të Drenasit, është antari i Partisë Demokratike. është? Po pra... E pse ishte kundër kandidati ju i në fillim? Dytë PDK-s hinë. Edhe ai ka pas ambicie, s'është gjë e keqe me pas ambicie, njerëzit jetojnë me pas ambicie, ai njeri që s'ka ambicie... Ani, veç u shubim, s'ka ndodhi me ambicien mas nej. Pa e ka pas sepse, kur jenë dalë 8 kandidat, ai sigurisht e ka vlerësu që do të meru unitetin e Partisë Demokratike, ka ru unitetin e Partisë Demokratike, për shka e për gëzaj. E me që të Rahimin që u bo? Qysh e ndroj ai ambicien? Unë nuk e di për Rahimin, që ka njëjtë sigur për Rahimin. Ladrosi, kalësër, anajsen. Qysh e ndru me një? Jeta nuk kom nevoj me u përbetu këtë, se me asë të njerin nuk kom bisedu për këtë tema. Mirë. Faleminderit, po shkojmë tash mas koalicioneve edhe premtimeve të mdoja te një çështje pak mas sportive. Drenasin e njohim si qyteti i Ferronikelit, qyteti i klubi sportiv Ferronikeli. Problemi është që ne kemi raportu për këtë stadion, i cili ka probleme të mdoja me kushte që i ka për shikus. Që kjo është njëna prej videove, nëse muj me nda me juve, hulumtimi jonë kallëzën që ky stadion nuk i ka kushte që duhen me qenë për një stadion. Për arsye që i keni 10 muj, unë e po nisna me senet vogla që a mundet me bo komuna. Këtu e në disa fotografi, po që ka kallëzën hulumtimi jonë është që me njëherë mbrapa këtyre hekrave ku janë shikusit, është një ramje, nuk ka barjerë, është kanalizimi, është bërlogu, nuk ka infrastruktur duhen. Çka keni me bo për qëtë qashtje nëse se cili për ju është boni kryetar komune? Urdhna, po nisi për juve, zëtni Ladrosi. S'ka problemi i dha. Stadioni Ferroniklit është një stadion shumë i mirë, është regullu kove të funit, është të regullu Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, bashkëpunim me komunën e Drenasit, kanë dani shumë të konsiderushme për regullimin e stadionit. Pjesa përëndimore e stadionit është jashtëzakonisht mire regullume, i ka gjitha barirat, dërsa pjesa lindore është, ka qenë, akoma është e vjetra ajo që ka qenë... Pse? Dhe i në gjysë të kry? Po sepse stadioni kryet pjesë, nuk kryet kretë për një herë. A e sigur që s'jën hongër paret e kësaj pjesës lindore, dika? Unë jemi sigur që s'jën hongër paret, sepse s'kan pas si më hongër paret, sepse unë e kuptoj se si regulohet një stadion, kur regulohet, tribunat regulohet njerë një pjesë, njerë dhe... Alë shohët stadioni pa u krya? Si? Alë shohët një stadion pa u krya kretë pjesë ta? Pjesa që është kryet, po, për qatë pjesë që kryet, që është e gashme e regullt, dhe me thonë që i plëcën standardet e sigurisë... Unë e po du një premtim zgjedhor, kur dhe të përfundohet nëse ju boni kryetar? Kur ka mu kry që kjo stadion me pjesë lindore e të na pjesë? Stadioni është i parapon me u kry me në 2 vitesh, dhe me thonë, 2017-2018 do të përfundoj... Shumë ka bre, dhe me thonë një barjerë dhe në 2018 këna me prita? Po na do të me prit, zoja, jetë. 2018? Po se s'mundet me bo, se mjetet janë të planifikume ashtë. Ministria për vitin 2017 si kryetar komune nuk i me përshpejtu këta? Veç 200.000 euro. S'mu i me përshpejtu se mjetet i ka do veç 200.000 euro ministria dhe komuna i ka do 300.000 që i bojnë 500.000 euro, nuk kryet stadionin, janë 2.900.000. Me 300.000 t'jujat, as mundën me përshpejtu edhe me thonë 2017 s'ka me barjerat komi kry, s'kan me mujtë murzu. Barjerat në pjesën përëndimore janë të vendosura. O, lindore po foli. Lindore nuk ka barjera sepse ka më punu. Kur fillojnë me punu, nuk vendosen shikus më atë. Tifaz nuk vendosen në atë pjesë ku punohet, normal, nuk lejohet. Zëni Gjimajlaj,
A ka shansa që komuna ka me mujt me bo diçka për qëtë problem? Fillimisht falenderoj klubin. Edhe kemi ankesa që zhveshtorët nuk janë krejt komplektume dhe nuk ka infrastruktur si ujë mrena, nuk është gjithmonë në dispozicion. Fillimisht e falenderoj klubin e Feronikilit që vërtet ata dje me kanë bon qytetin e Drenosit si qytet që të njemi krenar për 2 vete duke u shpall kampion. Ne e dim që nuk është vetëm problemi i një klubit si që është Feronikli, rreth stadioni, sepse edhe Prishtina që është krye qytet ka probleme tilla, ndoshta edhe më dot. Megjithatë aty është punu. Po bon dikon 3 vite që është punuar vazhdimisht, kam rrinë deri këtu ku kam rrinë. A jeni të kënaqur me qysh ndërtu dhe sigurinë rreth? Do të ishim që kur jemi shpoll kampion me lujën fushtor, me lujt në Drenas, po Kosova është në këtë gjendje ku është e tëra dhe Drenosi nuk mund të ban ndaj farë përjashtimi krahasu me ato tjerat. Po ajo që mund të bëjmë na, unë personalisht gjatë kësaj kohe mund që këto barriera që nuk janë të kushtueshme, që ndoshta kanjëherë krijojnë një rrezikshmëri dhe nuk janë të kushtueshme, të vendosen në pjesën lindore derisa të fillon faza e dytë e ndërtimit projektit për këtë pjesë. Veç po du me e caktuar. Ju premtoni në 10 mujt që keni me qenë kryetar, që keni mi qitë barierat në pjesën lindore, apo s'po e premtoni? Jo, po e premtoj që do të vendosen barierat në pjesën lindore në mënyrë që me i ka saj rrezikshmërie që mund të paraqitet nga aty fazë. Mirë, që tash replike kërkonja. E përfundut? Po. 30 sekonda urna replik. Po flet për pjesën lindore. Për pjesën lindore sën me qitë barira, sepse ka mu prish këtë aja pjesa, mu hjek me fillu pjesa, mu ndërtu e reja. Pjesën perëndimore, nëse po menani me qitë barira. Janë qitë barira. Nuk e di kur e keni bo gjerimin e stadionit. Janë barirat. Verës para 3 mujve? Jo, janë barirat. Tash janë. Ka pas edhe ushtrime skuadra e Kosovës aty në atë stadion. Ushtrime kanë edhe në stadione që s'janë mirë të përgatituna për çato po barirat janë në pjesën perëndimore të vendosur dhe nuk rrezikojnë asnjë tifoz. S'është kanalizimi hala tu ec aty afër me bërllogë dhe era qivja? S'është mua. Nëse na shkojmë me kamera nuk është mua, këtë ndreq. Për pjesën perëndimore po flasim. Mirë, po mesim të tema e rinis, ju të gjithë keni fol edhe në hymjet, ju ndigjova të fol për rini, për punësime, e në fakt, po du mi ju pyt, a e keni vizitu bibliotekën e qytetit? Edhe nëse ka një til, qa keni me bo për atë biblioteka, e deni që ka edhe qa keni me ndru, ka një minut, urna. Unë i kom vizitu bibliotekat, janë 3 biblioteka, i kom premtu që do t'i shtoj gjatë mandatit në betën edhe 3 biblioteka tjera. Fondin e librit do t'a shtoj, sepse unë do të kem mundësi që të sjeli edhe donacione libra, kështu që komunës Drenosit do t'ja afroj librin, do t'ja afroj biblioteken. Sa donacione, sa libra keni mishtu, përpafërsisht? Nuk e thom tash me saktësi, po dikon të 30.000 euro, unë i premtoj që donacione libra edhe për 3 biblioteka të reja që do t'i hapim, do t'i baj. Ka dalë, 3 biblioteka fizikisht ekziston, por shumë e dopt. A do një me ndërtu veç mure e në fund për shfridzu? Edhe fondin e libra, pra. Edhe në 3 shkolla tjera do t'a funksionalizojmë biblioteken dhe do t'a qojmë librin atë. Veç po duzet një ladrovsi me qitë, sak me qitë pikën numra. A do me thonë kjo që mas 10 muje, nëse ju buni kryetor, keni me pas 6 biblioteka? Po 6 biblioteka. 3 plus 3. 3 janë të pajisuna. Pajisuna me numër të konsiderushëm të librave. Falemderit, premtem konkret, një Gjimolaj. Qa menoni ju për sa bibliotekë që është aty? Po, mendoj që ajo duhet një farë restaurimi dhe një mirëmbajtje me ju bon, dhe do të bisedoj me këta shkrimtarë që vërtet kanë fond libra, që të na dhurojnë libra. Shpesh herë, ose në shumica e libra ato janë donacion nga shkrimtarë që janë këtu, unë do të kontaktoj me ta, do të kërkoj në mirë kuptim që ti pasurojnë bibliotekat, po gjithashtu edhe shkollat të cilat kanë njerë nevojë. Kunder kandidati ju i premtoj 3 biblioteka të reja, ju sa për premtoni? Unë nuk muj me premtu më shumë se sa to janë, sepse është një mandat 8 muajsh. Mirë, qëto që janë, sa pare keni mishtin to, ose sa pajisit librave 3 po i premtoni? Pra po du naj numër me nxera dhe për jush?
Po nuk muj me thonë numër sepse do t'jenë donacion, dhe është e vështirë me dhonë një numër se sa do të më jep Daud Demoku, sa do të më jep ai, sa do të më jep ai, dhe ai shkrimtari, se unë do të kontaktoj me ta. A bëni ju pyet pa dhonë ata, pa dhonë i shkrimtar, sa paret komunës, çfarë sa i keni ju, doni mi shti në bibliotekë. Po Pa dikon ju dhonë dikush kur gjë. pa ju dhënë kërkur dikon mendoj që një shumë deri në 15.000 euro do të shkoj për librin. 15.000 euro. Ma mirë se heq. Faleminderit, folëm për sport edhe për libra, a bën pak më ju pyet edhe për pleq, se çto janë pyetje që na kanë në kallzo.com. Në kanë thonë që në Drenas, a kemi me pas në event për pleq, ku e kalojmë kohën, çka keni në plan edhe për pleq? Të moshuar, më falni, nëse mi thonë çto. Po nisim për juve, zotni Xhemaja. Po, ne shtajim një nga qytetet e rrolla, që nuk kemi një shtëpi të pleqve, e që realisht kanë, disa nga komunat kanë. Ka komuna e Skenderajt, qeverisja nuk ka interesu fare për këtë drejtim, për kujdesin ndaj tyre, sidomos kemi një numër të madh të njerëzve të moshuar që fatkeqësisht ka një herë nuk kanë një përkujdesje të familjes. Para shumë kohësh ka qenë një lokal, ku është quajtur kafeneja e pensionerëve, që tani nuk ekziston. Aja që mund premtojnë këto 10 muaj që do t'ju siguroj lokacionin ku të moshuarve dhe pensionistëve do t'i japet mundësia që të rinë, të bisedojnë, të luajnë shah edhe të çojnë hallat e veta. A edhe grave dhe burrave ka me pas lokacion për të dy gjinit, a veç burrat me shku me lujt shah e për gras ka me pas den? Unë nuk besoj që do t'a bojnë ndorin, ajo do t'jetë një lokacion për pensionistë, edhe të mujnë me shku edhe burra dhe gra. Mujnë, po s'po përfundon që ashtu. Po me një herë nëse thonë me ndo, pastaj del që po i ndonë. Veç a keni mu siguru që kanë mi pas edhe gratë edhe burrat e më shumë kanë me pas den? Unë që në gjatë ti mandati do t'a kenë një restoran tyre, një farë lokali për pensionistë. Faleminderit, kjo ishte një minutë juj, ta ndëgjojmë ekselencën. Faleminderit, jeta, unë e kom vizitu edhe objektet ku janë të vendosën shumë me mes edhe handicapt, dhe ju kom premtu që do të krijoj kushte më të mira për ta, sepse ata jetojnë, kanë një objekt në qendrën tregtare për shkak shumë me mes, cilët më janë ankuar shumë, sepse ai objekt është jashtë përdorimit, objekt cilën e ka marrun kohën e kryeshefit ekzekutiv Avdil Krasniqi, dhe unë ju kom premtu të ta bëjnë një zgjidhje tjetër. Hendikost janë edhe sportista që kanë zonë shumë vende të para në Kosovë dhe jashtë. Unë e kom premtu që për pleqt, do me thonë për moshën e shtym, për burrat edhe gratë, do të asiguroj një lokal ku ata do të kenë të mundshme që t'i kenë aktivitetet e tyne ditore. Ku do t'jetë ai lokal? Unë nuk e kom mendu saktësisht akoma, ne kena komunën e vjetër, që kena objektet mjaftueshme, por do të shohim se çfarë do të bëjmë me komunën e vjetër, sepse aty kem edhe zyrat për gratë, do t'i vendosim edhe zyrat për rinin e tjerë. Mirë, para si me shku tutje, masi s'keni qenë debatin e pare, kemi pas pytin kallzo.com për Këshillin Rinor, cilë PDK-ja e kalume nuk i ka caktu zyre, e në shumicën e komunave Këshilli Rinor ka zyre në komuna zyre që s'duhet me pagu qira. Po më intereson premtimi juj edhe njerë 30 sekonda, po jap shumë shkurt, për pleq e premtu të dytë, po më vjen mirë, kush do që bohët pas ka me pas shpi, një hapsin pleqve, gra dhe bura me shpres, e tash po më intereson edhe 30 sekonda për Këshillin Rinor a keni mi dhonë zyre. Ekselencë. Zoja jeta, unë i kum premtu edhe rinis, që do i mështese, do i përkra, unë i kum rritë edhe fondin për 200 studenta që do t'ja bursa, e nuk diskutohet kjo, që unë do t'ja siguroj zyren pa pagesë Këshillit Rinor. As nuk diskutohet. Kjo është... Mirë, unë e po du premtim konkret, diskutohet, veç po du me një që keni me bu. Do t'a kenë. Do t'a kenë. Sigurisht. A e din ku? Po, ta thash, kena objektet shumë ta, zyrat shumë ta në komunë, po kena edhe objektet tjera që janë pronë e komunës, dhe nga zërpatorët, ndoshta do të alirojmë na jo, e do t'ja vjapim rinis. Një krejt. Po krejt na jo në për rinin. Uzurpatorët, a keni me jekë, veç na një krejt uzurpatorët. S'ko pa dalim e avun.
Kur keni me bo qëta? Kur keni me hitë? Unë kom thonë që kom e nisë në këtë mandat dhe përfundoj mandatin tjetër, sepse janë procedura. Zoti Gjemala, ju kom pyet juve për këshillin rinor, veç po du me potencu edhe njëherë, a jeni me qato fjallë, që është keni qenë? Po gjithsesi, vërtet që nuk kanë pas, janë ashtë mundësia, ashtë një objekt që është ndërtuar në brenda oborrit të Rasim Kiçine, objekt që është i rinis. Më do një keni caktu që qaj objekt ka me qenë Ai objekt që do papare. tje që i plotëson më shumë të kushtet, po me gjithato është edhe objekti komut, po Qaj objekt objekt i ekstra. rinis, sot, i kujt është? Kush e shfrytëzon qëta? Sot shfrytëzohet nga një qirdhe e vogël aty, që është e Rasim E nëse Kiçine. vjen këshilli rinor, çka do me bo me Jo, ka qirdhe? bukur shumë hapësira aty, edhe shfrytëzohet nga disa kurse për gjuhë të huaja. Do me thonë që aty ka me qenë këshilli Aty rinor, do si të pas jetë është. këshilli rinor. Po vazhdojmë në pyetjen e njëjtë. Kosova ka shumë rini, kështu që shumicën e pyetjeve i kemi që kanë të bëjë me rinin. Është interesant që prej monitoruesve vullnetarëve tonë, kur kanë qenë zgjedhje, e kanë vrejt që dy vendvotimet, prej ka vinë këta dy kandidat, kanë gjetë që drita në shkollat e këtyne dy kandidatve që i kemi në tavolin, vendvotimin, qendrën e votimin në Bri, prej ka vjen Isa Gjemali, qendra e votimit Glanasel, prej ka vjen Ramiz Ladrovci, është dasht me vendos bateri të dorës për mu pa në për shkolla. Kjo është fotografia, sepse drita ka qenë tepër e dopt. Pyetja është, qysh po pritni ju rezultate prej nxënësve, rezultate më të mira nëse as dritë boll s'kan në shkollat, prej ka ju dy vini, mas pari, a mundeni me bo diçka për mahallat juja, mas najtë qyrim që po bëni për këtë komunën. Qa keni me bo për dritë dopt? Ekselencë. Zoja Jeta, mas pare ne po provojmë që mos me pas dy ndrime, mos me pas nxënës me mësu ndrimin e pas ditës kur s'ka edhe drita, kur edhe rrezikohet nxënësi edhe gjatë rrugës me shku në shpe, kështu që ne do ta bëjmë mësimin, do ta provojmë që ta bëjmë mësimin vetëm ndrimin e parë. Sa i përket dritave dobta, është problemi në Drenas, akoma nuk është vendos sistemi i ri i kecit me shtrimin e kablave të reja, sepse ajo është i viteve 70-ta. Qa ka me bo një kryetar komunës? Qa mundet me bo? Kryetari komunës mundet me bo vetëm presion të keci, as një gjë tjetër s'u në Ani, qysh keni me bo ju presion të keci? Une sigurisht do t'i kontaktoj zyrtarët e kecit edhe në Drenas edhe në Ferizaj, sepse komuna jonë furnizohet nga Ferizaj me përjashtim të dy fshatrave Gradice dhe Godance, cila e merr nga linja e Skënderajt, ne do të diskutojme. Po më pëlqen që po thu presion, po apo premton që ka mund drejsh drita 10 muaj që kemi bu nëse bosh kryetar, ajo? Apo e premtimin që ka mund drejsh që ke puna jo? Une nuk guxoj me dho premtimin, se do të me pa mundësinë e buxhetit të kecit që e ka për zhvillimin e Zëni Gjemolaj, qka keni me bu për sët problem, me që ato kompetenca që i ka Në drejtën nuk i di në qëllën ku e kanë ndedhë këtë lompë, sepse edhe në Glanasel, Vullnetarët tonë kanë edhe qenë në deri në Obrin, fund, shkollat deri në orat 8 kanë shkollat qenë janë të ndërtuara pas lufte dhe janë ndërtuar me një hapësirë të madhe. Unë mund të thamë nashta po shkollat që kanë qenë para lufte, këtu e kanë hapësinë, po sigurisht që kjo është bojnë qizimi në orët e mbrëmjes deri në 4 ora përfundan ndrimi për nxënësat e pasditë, po si do qoftë, krejt ajo që mund të bëjmë është që ndrohen ato lompa, se nuk është ku me ditë sa e kushtueshme, të vendosen në dritën e unit që do ta ketë një ndryshim të madh, sigurisht për ato orët e fundit që mund të jetë pak më errët për fëmijë. Për ndryshe, gjatë ditës janë shkolla që janë ndërtuar shkolla të reja dhe e di ato shkolla, një kam qenë të dyja dhe kanë gjatë ditës kanë ndryshim të mjaftueshëm krahasu me Për hapsin edhe na po thojmë, kemi po që hapsin kanë një ndërtu të reja, muret janë rregull, po që infrastruktura mrena drita ka qenë shumë e dopt, a menoni që zgjidhet me dritat në unit? Zgjidhet me rritjet numrit të dritave, menej që qashtu duhet me u zgjidha, se edhe për momentin nuk e tjetër zgjidhe, nuk mundesh me që një linjë ekstra vetëm për shkollën. Mirë, po flasim pak për shëndetësi, me i për arsimit. Jo, s'po më intereson përgjithësi që a keni me bo. Është një problem shumë specifik. Po e kërkojnë nga regjia me ambulantën fshatin Negrovc, e cila ka fillu me ndërtu para 3 viteve, sot është e shprast, i kemi fotografit edhe mrena, krejt kjo ka kushtu
investim 45.000 euro i bugjetit Kosovës nuk po funksionalizohet për arsye se komuna e Drenosit nuk ja ka kompenzu pronën, në një nuk ja ka kompenzu pronën cilën është dërtu pronari Sedi Krasniqi na ka thonë që nuk e ka marrë pronën në Komoran që ja ka premtu komuna dhe në dy s'ka staf, si të na që shbon punët pa plan. Edhe nuk o kry kompenzimi pronës, edhe nuk janë siguru stafi për me punu me një kësi ambulante. U maru objekti, shumë po më interesën kreativiteti juj, qa këni me bu me qëtë objekt, kur të vini prap, a kena me po që si objekti edhe gjatë mandatit juj të shpras të nejt edhe thot edhe i hapun për kafsh me hinta. Ekselencur, ma mas pa. Jeta unë e kumë premtu qytetarit që nuk do të shkoj qytetarit të mjeku, po mjeku do të shkoj të qytetarit. Unë personalisht e kumë taku zotnin në fjallë dhe ai do të jep mundësin që ambulanta të funksionalizohet dhe të shkoj mjeku aty. E kam informatën që është premtu, ai bile thot që dikush e ka marrë pronën në emën temin Komoran, unë nga fjallët në të therë, qëndrën e mes një maliter, unë do të me i po letrat, me i po dokumentet, kur shkoj në zyre, dhe të azidhim këte problem. Keri mu marrë me kompenzim? Komu marrë, jo me kompenzim, do të me po marrveshjet qësh janë. Qësh janë bo me pronarin, sepse mund të thët pronari... Marrveshjet kimi po kur t'i qenë letrat. E funksionale që kjo ambulanta, ka me qenë mandat juj na jo? Ka me qenë pa tjetër, ka me qenë, sepse unë kom premtu që mjeku ka me shku të qytetari dhe ajo objekt që është leju mu maru aty s'munet me e pengu asaj pronar që e ka leju dhe as kusht tjetër. Ekselencë, që përdeni që na vime këqyri. Po, edhe unë po ju thamë që nuk ka me mujt me projektet nacionale, nuk ka me mujt me i pengu një ndivet. Çfarë do qofta e, na kina bugjetin në komun për shpërndësim dhe na kina me pagu shpërndësimin. Bugjet për shpërndësim keni. A keni bugjet që është i pamvarur për Ministri Shëndetësisë, që ju keni me pagu mjekun aty, as keni bugjet. Se a i mjek lyp edhe një motër, lyp edhe, dëmëdhën, 2-3 staf, a ki bugjet me pagu ajo? Une e kom po në komunën tonë, është zvoglu numri i stafit, administratës, po edhe i mjekve, sepse komuna nuk i ka bo punën si duhet. Kur një punëtor është 2 muaj para se me shku në penzion, duhet me e hap konkursin, me u pranu punëtori tjetër dhe me u fut në listat e perodhit paga. Dhe Ministria Financave neve na i ka hikt pakten 6 punëtor në komun, vetëm nga neglijenca e stafit i cili nuk i ka bo. Neglijenca e PDK-s, të theksojmë këto. Jo, ajo është, më sushti me thonë në kodër edhe kujna është. Se është kodër i vjetër, po do të marrë pjesë... Kush ka qenë kush e ka fut atëherë... Pa tash ti po mbjem me përmena pet Abdul Krasniqin, është miku i Abdul Krasniqit, i cili e ka bo këtë gjo. Do të marrë mosa... I kryeshefit ekzekutiv të komunës kur ka qenë. Do të marrë mosa ndaj ati zyrtari, i cili i ka hup 6 vene, sepse mu ko me morë energji me i këthy ato vene 3 atë punës. Mirë. Ko me morë shumë energji. A veç ta këtërsojmë, a e të thonë që Nejat Demaku s'ka punu mirë? Jo, nuk thash asë njerë që s'ka punu Nejat Demaku mirë. Nejat Demaku ka... Qa shtu bibjen? Kritika ishe? Nejat Demaku ka punu mirë, ka të metat e veta. Gjdo njoni. Faleminderit që po je vetë kritik. Edhe unë nesra mu imi pos metat e mija. Po veç Nejat Demaku në patët ofër gjatë fushatës, qatë njeri që tash po kallëzon shumë sinqert, fakte po kallëzon qysh si ka bo mirë punë, a gjatë fushatës me veti? Unë gjatë fushatës e kam kryetar të partisë, normal që e marë në gjatë e mokë. Sa bash normal njerin që si ka kry punën mirë me marë me veti, sa bash normal. Në jeta në fushat, vota e gjdo njanit është e barabartë bish me një votë. E dikur që është që thot, që ti që ja këna dhonë votit që se ka kry punën, unë e tash me adhonë që i dhënohet pëse ki marë? Po, rezultati dhe të ishte rezultati, dhe të jetë edhe me 18-in dhe të flasëm për rezultatin. Si sugjeroni ju me bo zgjidhje për objektin 45.000 euro që unë dam dhe i qëtash? Që kënë është ta ka me i dashtë dhe 2.000 euro veç me e renovu prej kohës që së shfrydzu, zëtni Gjemalaj? Kjo objekt është 3 vite aty. Është e vërtet që është në një pronë që ai fillimisht e ka deklaru që po e jep, po si do qoftë do të shikohen se deri ku ka shku çështja e kompenzimit të atij fshatari që e ka lshu pronën. Do të kompenzohet kjo me një pronë, do të ndrohet me një pronë komunale
pavarësisht e kuardhe që do t'jemi dakord edhe komuna edhe pronari, dhe besaj shumë që gjatë ty në 8 mujve kjo do të funksionalizohet dhe do të përfundaj kjo histori e kësaj ambulante në Graf, që vërtet është me të keq që 3 vite. Mirë, faleminderit. Faleminderit, po shkojmë të një temë tjetër, po aq një dështim infrastrukturor i kalum, në cilën çdo debat drenas që kom shku që 6 vjetë, se cili mandat, se cili kandidat ka thonë që ka me bo diçka, lagja dëshmorëve. E famshmja lagja dëshmorëve, ku ju ka u premtu ndomja e trojeve, parcelave, ky është projekt infrastrukturor shumë i madh. 10 muj, a kena me po edhe për juve kandidatve, fjalë për lagje dëshmorëve, edhe parcela dedikume, edhe jo vepra, si prej tjerve, apo ka me ndru diçka. Çka është strategjia ju i reale për këtë lagje? Mendoj që është bon historike çështja e pronave të në lagjen e dëshmorëve në Poklek 3. Këto zakonisht po shfrytëzohen në përfushata kur ka zgjedhje, dhe asnjëherë nuk është punu seriozisht me këtë çështje. Për këto 8 muaj që unë do t'jem krejt që ka mujtë baja, sepse është një projekt bajag i buku i madh dhe kërkon një investim bajag i të madh, dhe me qenë se nuk është zgjidhur dikun për rreth 8-9 vite, është problem të zgjidhet për 8-9 muaj. Po aja që ka mujtë baja është se drejtoria për gjeodezi dhe kadastër do t'i caktoj parcelat në mënyrë që secili person që e ka pronën aty, ta di ku e ka saktësisht pronën e vet. Ndërsa do të komunikoj edhe me institucionet tjera, me pa dhe me donacione se sa dhe qka muj me bo për rregullimin e infrastrukturës, e cila në bajag e kushtueshme dhe është një kosto që nuk mund të bëhet me buxhetin e komunës. Ekselencë, ju? Zoja Jeta, unë jam i njoftum me problemet e lagjes dëshmorëve. Lagja dëshmorëve njëherë ja u kanë da, nuk është veç e dëshmorëve, është edhe veteranëve. Edhe aty në bile ka dhe aty në që janë veteranë fare që i kanë marrë troja aty. I kanë pas ka 5 troje herën e parë kur i kanë da. Kush e u ka dhona aty në që si janë veteranë? Ka 5 are, ka qenë komision edhe zotnia për Ballmeje. I kanë da njën nga 5 are, pastaj tash i kanë nga 4 are e gjysë. Në me thonë, ja u kanë hik edhe ka gjysë are. Kjo çështje do të rregullohet, unë kum kërku buxhet nga buxheti qendror dhe do të miratohen 200.000 euro për rregullimin e lagjes së dëshmorëve për vitin 2017 Jeta. Unë do ta rregulloj atë lagje. Ka dalë veç me 200.000 euro nuk kryhet infrastruktura një venesi, si që ky. Na e kena para po infrastrukturën për lagjen e dëshmorëve që i bjen asfaltimi rrugës, kanalizimi, ujë, dërgimi i linjës telefonit me 200.000 euro me e gryj Jeta. Sigurt që qëto, a e kije sapin mirë që me rrugë, me ujësjelës, me kanalizim kam më mujtë më bo për 200.000, se shumë kom dëgju njëjtë që shtu kandidat për para, thëshin, me 200.000 qa kem dëgju, nuk e di unë e komendin Ramiz Ladrosi, zoja Jetë, dhe fjalla jame, bëhet vepër. Ta këshyrim. Faleminderit. Zotni, ekselencë. Patët replik, urdhënoni. Po, me njëherë se me qenë se veç u apostrofova kështu, se s'kene e farosti, po gjatë kohës qeverisë së përkohshme, po kam qenë në komision dhe kam kërku nga zona e parë mbrojtëse të më jep numrin e saktë dëshmorëve të asoj kohë. 1999 në qeverinë e përkohshme ka qenë ndikun po, për komision qeverinë e përkohshme që u apostru, jëndo 200 troje, saktë 200 troje, pastaj në vitin nëse nuk gaboj 2008-2009, janë shfuqizu ato vendime dhe janë do 600 tjera legale dhe 200 tjera që nuk figurojnë në listën e ndarjeve. Janë do edhe 800 troje tjera. A janë realizu në herë këto ndamje në praktika? Janë kry? Nuk e din kërkush ku e ka. Kush ka pas mi kry? A dashke drejtoria për gjeodezi dhe kadastër, sigurisht. A fjalla për me ndohet pakten një ndarje fizike, a dash kjo drejtori me u marrë me ta. Mirë, folëm për 3 pleq veteran, a bon një premtim për konkret për gratë që kemi me pasën komuna, po më interesojnë drejtorit. Se kemi pas ekselencën e ti në debat me në kalzu, sa drejtori kemi adhon grave në mandatin e ardhshëm?
jeta, unë kom pas shumë takime me gratë. Takimin e fundit para përmbylljes fushatës elektorale, i kom pas 500 gra, zoja edhe zënjusha drenasit intelektuale, profesore, e krejt. Dhe me thonë, kom pas një takim shumë mbreslens. Fushat. E bashkë po më intereson komunë në ekzekutiv sa kemi pas? Zoja jeta, une e kom premtu që drejtoresha në komunën e drenasit do t'jenë 50% gra, 50% burra. A e ki për një me veç? Nuk më bëna i hera i gare në jetën tem, gjithmonë kom qenë serios. 50%. Po, Gra kanë me qenë drejtoresha. po, por, kemi thonë që në këtë mandat do të provoj me qudin 50, është mandat i mbetur. Stash e ndrove pak. Jo, janë 10 drejtori. Do të provojsh me Po, quo ndryshe po. si komi bo 50. Jo, tashti na jena në fushat jeta. Qa do me thonë kjo? Që i bjen kjo? Ti Për këtë matematikat janë nryshe bohen. Qysh Unë i bohen? kom premtu grave Kalzoni që kam i bo matematikat. 50% drejtoresha. Kam i bo. Kur kemi bo, veç ato gra 50% i Me ke premtu. grave Mu ju kom kalzëm që sa i thonë, gruje, kalzoj dhe i kur. grave ju kom thonë që në këtë mandat në betën, ndoshta nuk kom e mri me vo 50%, po mandatin e ashëm që është në tetor, kur është mas disa mujve. Unë e muj me për këty ta fitoj njerë që ta mas ne i këqyrim. Në regull, a di qysh? Unë do t'ja provan këto Ani, për a me bën- vërtetu në tjetërin. Që na tjetërin kemi bo 50. Mu po mi të Pas. që ma dat, a keme bo 1-2 bile? Po sigurisht, Sa, sigurisht, po premtomi 2 3 dhe në 4 kanë me ko gra, mas pakti. qëtë mandat. Po. Faleminderit. Zëdi Gjimojlajn, qëtë mandat, mësë më folë për mandate tashme, qëto? Po e kem pas edhe herën e kalume të njëjtën E, pyetje. di veç këshyri ma i kindru Është menjen. se paku 2 do t'jenë. Sepaku Se 2. paku 2. Edhe të Nuk pas mund këndru të pak premtoj. fjallët, po më duket që më ki thonë ma shumë herën e parë. Ja, s'kam thonë. Heqa. E ka thonë Gjaviti 5, më duket, po se s'pëm kujtohen krejt, po kam thonë, s'paku 2 do t'jenë. S'paku 2 femra. Okej, mirë. A muj mi pytë për një problem? Po kërkohet ona profesionale, ona e ngritjes ato edhe nuk t'jap shumë. Kisha dosht mi ju pytë për një problem cilin nuk është që veç ju mundoni me zi. A ban Replik, dërhyjmje? po, kur na? Jo replik, dërhyjmje. Okej. Unë e kom thonë që edhe te unë, drejtoresh edhe drejtar, ka me hi në test, ka me ullë në kompjuter, pa internet, me nëzirë krejt programin e vetë ku konkuron një gru ose një burë dhe me thonë se qka si ka me zhvillu atë drejtori. Dhe aj që ka me konë maj miri, ka me i marë krejt organizatat jo qeveritare drenosit dhe me vlerësu qili është maj miri. Nuk ka me bo preferenca politike, po kush është maj miri që afrën për departament, për drejtorin, qaj ka me konë drejtar. Normal, ka me thonë femen, moshkull. Kjo është. Mirë. Po shkojmë të pytja e radhës për fabrikën e Feroniklit që ka pas problemet të mdoja me punëtor. Nëse që kjo fabrik vazhdon edhe mandatin e juj, me pas problemet njej që kanë met njerës pa rroga, 900 punëtor ishte në punë, këto e në pytje janë 900 familje drenasit cilët mvarën për këtune rrogave. Shumë prej nesh në Kosovë nuk kemi ndigju shumë sepse me folë për këtë problem nën kupton që e hupë nështë edhe venin e punës. Ju e dini që eksiston problem pra pasken. Qka keni me bu nëse prap hynë në krizë që kjo fabrik, e ne e dim që kriza është edhe për shkak të çmimit që o ullë i nikelit në burë, si dhe qoftë ju keni me e trashëgu nështa një papunësimat madhe. A kënej po premtoni punësim, po bova ki që ju trashëgoni njerës që kanë mu qitë për i pune. Qysh keni me zgjidhë që të problem, ka 1 minutë, po japë se cili zëtë në Gjemala e mas pari. Po dhije që Feronikli është një fabrik që tani është veç ka kaluar në një kompani private, edhe ato komuna ka shumë pa kompetenca dhe ingerenca për të menagju ose për të imponu diçka ose për krejt që ka muj me bëhone është që të bisedaj me menagjementin e fabrikës e Feroniklit, ti sqarojmë realisht cilat janë problemet reale që janë eksistente dhe cilat nuk janë probleme eksistente dhe që të vazhdoj me qëtë numër gjithësisht me rritjen e numrit punëtorë. Mirë po kjo nuk do të varet as nga unë dhe nga as kusht tjetër që do t'jenë komunë, sepse e ka ligjet e veta, e ka rregulloret e veta. Atë kanë arë punëtorë gjatë kësaj fushate, punëtorë të kësaj fabrike, me lymë ndim.
Unë nuk kam pas personalisht në punëtorë që është tarte, unë me kërku diçka në zgjidhje me ta. Do me thonë, nuk po presin për kryetarit komunës, nuk janë bëllë vedisum që si ju s'muneni me zgjidh qatë problema, po, një farë mënyre. Nuk e di. Okej. Nuk e di. Nuk du me hynë situata hipotetike. Mirë, ekselencë? Zoja Jeta, gjigantin e Feroniklit e ka këthy një jetë Zoti Kadri Veseli edhe njëherë, kryetari partisë, kryetari parlamentit, sepse ai po shojës funksionuari, prandaj gjithë ata punëtorë, gjithë ai staf, i ashtë mirë njës Zotit Kadri Veseli. Ne do t'ja letësoj... Qysh ka me ja kalzu këtë me njohje? Me vota? Edhe me vota, po. Po nuk janë 900 punëtorë drenasit, po janë ma pak, sepse janë edhe të komuna tjera. Ne do t'i mundsojmë çdo lehtësi fabrikës Feroniklit, kur ka kriza në bursë. Çfarë lehtësie për shembull? Lehtësina do t'i përjashtojmë, do t'i lehtësojmë në taksa, në veprime tjera, vetëm një gjo nuk do ta... Janë të përjashtuar dhe i shtash unë e sa e di zëni Lladosi. Ka falje do me thonë. Ne Çka vetëm një gjo nuk do t'kena kompromis në dotja e ambientit. Vetëm në dotjen e ambientit nuk do t'ja lejojmë Feroniklit, sepse Feronikli për me pas fitim më të madh përpara të prem të shtunë e dile i ka fik filterat e ndotjes dhe aje ka pas 30 dhe në 40% fitimin më të madh. Vetëm këtë fush nuk ka kompromis Feronikli. Kjo ishte pyetja e radhës, po shkojmë te gjelbrimi masi po folim për Feroniklin, mas pari lidhur me gjelbrim edhe ajër ma të mirë në Drenas, çka keni me bo, a keni na i zgjidhje zënë Gjemale? Po gjithsesi se secili qytet e ka nevojën e gjelbrimit mas gjithë tyne ndërtimeve dhe shkatrimeve që janë bon edhe në Drenas. Një pjesë e mirë e brendshme veç e ka arrit gjelbrimi, po ta do të filloj me periferin e Drenasit gjelbrimin. Gjelbrimi do të vazhdoj nga shkolla e mesme për Skenderaj dhe pjesa periferike që shkon nga logja e Feronikut. Kjo është pjesë që duhet vazhdoj në këtë mandatin e ardhshëm. Faleminderit. Masi nuk ishit në debatin e kalum, Ekselencë, unë e kom një fotografi me cilët i kam ballafaqu edhe kandidat e kalum, është ky, e kemi qujt na bazeni ilegal në Drenas, në qendër Drenasit. Ju, masi keni përvoj me bazena, qa po thuni, qa mja bo, qka me bo, qysh mja rrëthu punën qëti bazeni ilegal, qa të një me bo me ta? Kjo është puna e atyne që po thojnë na jena për ndryshimin. Qysh është to? Këtë objekt e ka leju, këtë ndërtim të objektit në nivelin e lumit Drenica, e ka leju Zoti Avdyl Krasniqi, ish kryeshefi ekzekutiv i komunës Drenasit. Pra, kryeministri i Drenasit e ka leju dhe këtë thashun, gjysa e objektit është i pashvizum, është pronë e komunës dhe shumë pronarë që kanë ble, që sa vjetë nuk mujnë me shvizu lokalet e veta për shkak të ujnave të zeza sa herë bjen shi. Pra ndaj këtë thash janë edhe shurë me mecet, cilët më kanë thonë, nuk mujna me orë në zyrat tona, me gratë tona, sepse gjysa e ndërtesës përdoret nga 33-at edhe si toalet, edhe si gjona tjera. Pra ndaj kjo është ajo, Cila parti ishte në pushtet kër u krymë punimet për qëtë bazen? Partia Demokratike e Kosovës, funksionar cilve ka qenë Avdyl Krasniqi. Edhe? Ku është a i sot? Së dëshnizm, edhe komentan në Facebook temin sa herë që ati i teket. Unë se kam asë problem. Po veç hisja është e ju o kona? Jo, është puna ati që po kërkon ndryshim. Ja, kjo është shemulli ma i mirë, me pas porosit s'kisha dit me gjithë ma mirë se sa që e pas një bozoja jetë. Zëtë një Gjemale? Mënej që... është qashtu, që njeri ju e pas ka bojë qëta, asë është? Mu më interesën pëse gjdo herë për flitet edhe kjo objekt nuk ka shku kur në gjykatë. Pëse nuk është marrë gjykata me këta. Okej, mundet me e bon një kryetar, ose një krye shef, ose një drejtër, një punë, ju të mirë. Po,
pse e keni lënë dhe se keni qenë në gjykatë deri tash. Kjo ndërtu dikon në vitin 2003 është bon, dhe unë po t'isha, unë me tregu deri kisha qenë në gjykatë, pse nuk ju kanë përmbajt marrëveshjet dhe ndërtu, a e vërtet që ndërtu 1 metër ma poshtë. Shumë mirë po Po unë e kisha qenë në gjykatë. Shumë mirë po thu, po pajtona me, tash me t'pyt. A e qëni ju nëse është njeri nismës, a e qëni në gjykatë nëse boni? Mora, s'ka me m'interesu bash i cilët parti është heq. Absolut, a kemi qysh të rast gjykata? Une, nëse është shkil, nëse është shkil, jashtë projekti do t'a qoj se cilën. Nëse është damtu qytetarin, e qoj në gjykatë. Se pra tha janë gjykatat, nuk marrë vendime. E sot saj përket se si e zhjire kjo qështje, e kam thonë edhe në botën e kalume, por a ka mbyllje të gypave shpesher të kanalizimit që nuk pastrohen, dhe për këtë mandat me qenë se është shumë i shkurt, mjaftan një pumpë, se Hollanda është 400 metra në nivelin e detit dhe me një pumpë, ky problem përkohësisht i zgjidhet, ndërsa për më gjatë këtë do të bëhet pas rregullimit të lumit Drenica. Mirë, faleminderit, po hym të një pyetje veç pak me relaksu situatën, po du senet mira me më thonë për njëni tjetrin, e mas ne i bëni gaci senet e mira me më thonë për liderat e njëni tjetrit. Që të pyetje e patëm në debatin e parë, nuk kemi mrit e fundi, po të këshyrim kreativitetin me më kallëzua, ka diçka të mirë i Gjemajla i ekselencë. Në njëho me isin bukur mati, edhe e thash edhe para se me u fut në debat, unë një vetëm për isin, po për çdo kandidat që ka qenë kundër kandidati jemi, kom thonë që kam respekt. Respektin e ruj. Pse? Pse ki respekt? Qa ka të mirë isa? E para pun, Isa ka qenë pjesëtari i luftës ushtrisë ligjëtare të Kosovës dhe për mu kjo është e mira, tjerat nuk i shoh. Hiç kur gjo, veç që ka qenë që ka, kur gjo të mirë tjetër s'ka? Jo, kjo është aja që mu më banë me pas respekt për Ise, nuk po thëmë që ka qenë luftari mirë, ose luftari fort, po thëmë që ka qenë pjesë e ushtrisë ligjëtare të Kosovës dhe a ka qenë luftari dëb ta qysh? Nuk thasha si ka qenë i dëb. Pajt. Nëse së koni fort, të koni dëbë, që është i vjenë. Unë muj me thonë që për shemull me 7 prill 99-ës, Isa është luftun në lagjen e tina, besa dhe në shpinë e tina, kënë 8 ora ka ikë në mëngjes, lavi jem ka punu, deri ka luftu, deri në 4 mëngjesit, i ka varros, edhe bashkë luftarët e vetë, vllazninën e gjatit, vllahun e gjatit, edhe 2 shok tjerë që në vra, deri në 4 mëngjes, ky ka ikë në vjeshka atje, po s'ka rëndësi kam respekt që ka qenë, me gjithat ka qenë në uniform, ka qenë luftari shpesë. Shky respekt ke me spec pak. Po ta shti ti që ti spec sa dush, zoja jetë, po unë jo. Ani, mirë, falimderit për... E para du me sharu që se kanë djerë për i Facebookut, e si do mos për aty në djemë vetëri që kanë linë pas luftës. Ata kanë linë pas luftës. Me 7 prill ashtë luftu në Gryken e Vuqokut, dhe ta unë e dinë. Ka qenë zonat të ndoma dhe se cila njësi e ka pas pjesën e vetë, po nuk bëdu me hynë cëj. Ndëgjë, me zotin Ramiz Ladrovci kam shumë sene të përbashka, jo shumë, pa kam ma shumë sene të përbashka se so ato që në ndojnë. Kretë ato që në ndojnë, tani janë konceptet politike. Kuj e ka një koncept tjetër, që e ka sigurisht se për vetën e ti ka drejt, dhe unë e kam një koncept tjetër. Gjitha tjerat i kam sene të përbashka, më lidhin shumë sene bile jenë jetike nga njëherë dhe jetësore me familjen e Ladrovci. Tekon e ka respektin e duhur dhe do të ketë, pavarësisht që kjo fushat të gjatë deri të shtunën e kemë. Deri të shtunën, edhe tonën anë i prap be zotin Ladrovci, kështu që qytetarët mas të marrin shumë se tonën të martën për kurën prap kemë u taku që sajt edhe në Olimpinë. E ka thash, me një, kam respekt, e respektoj shumë këtë familje, edhe gjonat që i kemë përbashta janë muj me thonë shumë ma përbashta, edhe të që në ndojnë njën vetëm konceptet politike. Ekselencë, na i fjallë për Fatmir Liman. Nuk isha dash me komentu asë një gjo që tash për Fatmir Liman pas një video që ma kanë shu dje në internet. Kur të kalë shu? E kanë shu njerës caktum të porositën
edhe nuk du asë një fjallë me folë për As zotin kompliment, as- Fatmi Lima, asë një, asë një, Okej. sonte s'du me folë. Zënjë Maja, diçka për Kadri Veselin? Po me qenë se nuk është pjesë e debatit, nuk do t'i shalshu, gjithashtu edhe me Kadri njëhem që nga Okej. 98-a, dhe me qenë se nuk është prezentu, nuk Ani, lëshu në si jam shumë për prezent njerëzit. këtu, po qka janë shikusit mi kanë qu 2 pyetje provokative të ndryshme. Do me thonë, këto që i patëm dhe i tash, i patëm të njejta për të dytë, e kom ka një pyetje të ndryshme, po fillojmë me ju, si pyetje ma e vështirë që ka ardhur kallëza për të dy palët. Po, jo, mas pari veçantë për ju zotrin Xhemalaj, edhe pyetje ndryshme për ju zotrin Vladrosi. Ajo që ka ndodhë në zgjedhjen e fundit ka dalë që zëdhonë si juj, ka dalë me thonë që PDK-ja po blen vota, e në fakt ka përfundu që rast penal, kur ju kanë afru prokuroria, me vetë kush janë që ata që po vidhën vota, ka dalë që ka bo deklarim trajshëm. A është që ashtu? Po vesin shikus, në kallëzona kanë që pytje pse për deklarim. Arrestimi është komplet i pa bazum. Zëdhënë se jo vetëm kësaj partije, po gjitha partit i dhonë ato qyshi marën, ose qyshi e dikush nga tereni. Ashtë marë, ka lëshu një deklarat dhe nuk ashtë odhejq në i procedurë, nuk jam i njoftum që ashtë odhejq në i procedurë. Shku e ka lëshu deklaratën dhe u këthy prapë si zëdhënë A vazhdoni me qenë me fjallë që PDK-ja po blen vota? Qysh ka thonë që këj zëdhënës? Për deri sa unë nuk e kam pas asë një argument, unë nuk gudzoj me lëshu një intriga dhe në mashtrime për me thonë që ka ble. Kur thamë ka ble, t'i lëshej për shamo faktet ku jam. Jam njëri i prirë të flasë me faktet. Unë nuk kam... A keni me ungut me si deklarata në zgjedhjet dilës? Këtë djele? Po, unë personalisht nuk ngut në mkur. A keni indikacione që po blihën votat qëtash? 3 ditë para zgjedhjeve, a keni indikacione që po blihën votat? Për momentin unë nuk kam nëjë rast të lajmëruar të kun, po me gjithë se janë organet e sigurisë, ashtë AQI-a janë organet tjera që duhet me marrë me këtë qështje. Nuk jam unë ajë që duhet me etu se cilin, edhe me shku kush po blejnë, a kush po shet, nuk jam pra po e theksoj, mirë, para se me shku të zënë Vladrosi që ne prap do t'i kemi monitorusit ton, 4 monitorus vullnetar, të këtë djele edhe do të kemi kujdes me po apo blijen as po blijen, ne veç i kemi bo 5 ankesa, nuk kemi po blerje, kemi po gjana tjera që s'ka shku regull, kemi bo 5 ankesa, edhe disa prej tëne jënë pranu si ankesa me bazë prej bëzapit, këtë do t'a bojmë edhe këtë vikend, ata që i ka nërmen me bo shkelje, keni parasysh që kemi me pas njerëzit që kanë me umunu me e monitoru, kështu që po shpresojmë që kemi pas zgjedhje të mira ndrenas. Pyetja për ju provokative, zotni Vladrosi, që ka ardhur për shikuesve është 3 kere i ki qysh vendos me cilin kerë me do në qytet? A i ki vështirë? Po, i kem 3 kere, edhe unë e kom shumë letë vendosi se kom problem cilën makin hi. Vetëm apunon, a është në regull dhe apunon. Asë një problem nuk e kam. I jep për parësi thmive gjithmonë përbora. Faleminderit shumë të 2 kandidatëve për debat shumë civilizum, për kundër pyetjeve që i patët. Faleminderit edhe po shpresoj... Nëse më lejohet me shtesë. Ki me thonë diçka? Po, unë i ftoj, jo vetëm monitorues të ju, po gjithë i ftoj ndërkombëtarët, organizata ndërkombëtare të vinë ta monitorojnë edhe procesin e 18 dhjetorit, sepse zgjedhjet e lira demokratike i ndihmojnë drenasit, i ndihmojnë zhvillimit ekonomik. Unë kom qenë ambasador dhe di si raportojnë ambasadat në shtetet e tyne, pra ndaj du me raportu ashtu si që është mas mirëti që na me mujtë me i thirë investitorët me arë me investu. Faleminderit. Faleminderit, unë vetëm e konfirmoj që edhe na kemi vërtetu që në këtë zgjedhje, në këtë fundit, ka pas ma pak shkelje se në krejt tjerat. Kështu që po ndodh një emancipim në drenasën krasi me vite tjera që ka pas shumë shkelje, për fund edhe juve për ja fjallën. Fillimisht ju falenderoj juve për përgatitjen jashtëzakonisht mirë dhe profesionale të debateve që i bëni. Ju falenderoj edhe për monitorimin që e keni bën. Unë dua vetëm edhe një herë që t'i ftoj të gjithë qytetarët të dalin dhe ta shfrytëzojnë të drejten e votës së lirë që e kanë të dilën. Edhe unë ju ftoj me dal me votu, edhe nëse jeni të mlefosun, me rëndësi është me kallëzu participimin tuj qytetar, sepse nesër mas nesër, 10 muaj keni me qenë me qëtë kryetar, njonin për qytetin të avalin, drejten për muanku keni me pas
drejtën morale nëse keni dalë me votu. Andaj, po shpresoj që e dilja ka me qenë ditë e mirë, demokratike, ditë e qytetarisë të angazhume në Drenas dhe kësha pas qef me ju taku në vend votime. Deri tajtën e ashme, natën e mirë.